Trump pretendon kontroll total mbi ngushticën e Hormuzit pas sekuestrimit të anijeve nga Irani. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se forcat amerikane kanë kontroll total mbi ngushticën e Hormuzit pavarësisht për shkallëzimit të situatës pas sekuestrimit të 2 anijeve kargo nga Irani. Në reagimin e tij, Trump e përshkroi leadershipin në Teheran si të përçar, duke pretenduar se vendi po përballet me një luftë të brendshme mes radikalëve dhe të moderuarve. Megjithatë, sipas raportimeve të The Washington Post, një analizë e Pentagonit paralajmëron se pastrimi i rrugëve detare nga minat mund të zgjasë deri në 6 muaj. Rreth 20 mina detare dyshohet se janë vendosur në ngushticë, disa prej tyre të kontrolluar në distancë, duke e bërë situatën më komplekse për marinën amerikane. Nuk ka vend për hezitim, ka urdhëruar marinën amerikane shkatërrojë çdo mjet që përpiqet vendos mina, ka shkruar Trump në platformën e tij, duke theksuar se operacionet e çmimit janë intensifikuar. Në planin diplomatik, Trump njoftoi se Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord të zgjasin armëpushimin edhe për 3 javë pas bisedimeve në shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, një marrëveshje me Iranin mbetet ende e largët deri tani, ndërsa tregjet globale vijojnë të reflektojnë pasigurinë në çmimin e naftës që qëndron rreth $100 për fuqi. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, paremëroi për kërcënim më të madh të sigurisë energjetike në histori. Në të njëjtën kohë, raportet mbi gjendjen e Mojtaba Khamenei tregojnë se ai mbetet gjallë në një gjendje të thellë mendore, por qeverisë në kushte të forta sigurie për shkak të plagëve të rënda. Zhvillimet e fundit theksojnë rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm në një nga pikat më të ndjeshme të globit për energjinë dhe sigurinë ndërkombëtare.